Miqtë mi, mirë se erdhët edhe në një kult malogëve, edhe sonte jam unë edhe... Ju mërë ti dush me folë vetë, më në tonë luta jam. E di këta kush jam më të zemë, para një jove. Para një jove më ku e di këta, ata që nga kam po. Anja po tim, sa luta kujte që s'pëm kujtojt e amne. Që edhe i herë për fillimit. Nëse nal një gjimin. Mirë se erdhët në kullin e malogëve, me ju sonte... Lutë Fejs Tuku, Valent Maloku, edhe 2 grupe shumë mija qahirav. Mëra, unë e kujta vishemnin tonë që vedhë t'i këtë. Unë kam qenë për zgohet pak ma shumë. Po, ja thonë fjallën Malokit, ne të vazhdojnë me Dugagjinin, ta një vazhdojnë me... E ju kum kalzu dhe 2-3 emisioni, ma merë emisionin këtë. Vesh kur të më sheqim ka për zonë. Për si vjetë i garantu bje, viti tjetër s'dijet. Nga rrofshi Dugagjinit janë Isuf Berisha, Baca Isuf, mirë se erdhe. Mirë se u gjetëm, e ju shkoft marë e mirë. Amin inshallah, gjithë dhe bashkë. Është Bujar Berisha këtu në ka temin, gjithë këta e nga peja, Bujar mirë se ke arë. Është Zeqir Delia, Zeqir mirë se ke arë. Mirë si u gjetëm. Edhe simpatiku jonë, Erjan Ametaj. A kena më knaqë sonde, po? Ndërsa në anën e djathtë e kemi grupin e Rashakut, e këtu janë Dulla Abdullah Musliu, Dull mirë se ke ardhë. Është Lulzim Mollopovci, Lulzim mirë se ke ardhë. Është djali Dullës Kushtrim Musliu, mirë se ke ardhë. Edhe Feriz Bolaj, Feriz mirë se ke ardhë. E kem edhe djallërës vogël aty, po babaj vetë ta me s'ma prezentatë që jem të rujta për që shkesh ka. Mollopovca dhe ky po është kanë kallëzu emni. Ani? Ma shkajrë, i ke prezentu mirë. Po, ku i ki shkru në kalaj. Ka shumë se emna. Peja, për herë të parë jeni këtu, përveç e Joni që ka qenë në emisionin e parë. Me qka do t'ja nisim dhe qka të bukur kështu? Po, Valent, qka të na pytë që na kemi të përgjegjë, për kongë e dim na qka kënojmë. Për kongë jo pyta valloj, për kongë jo pyta. Unë edhe herë të përgzaj për programin. Faleminderit. Dhe është Zotit shkon marë e mirë, e mos të hub tradita e folklorit, sepse në kohën e fundit vërtet kem nisë me anashkalu bukur fort, po ma merë menja që të rritë, janë hyë aty në hapave dhe besoj që do të vazhdojnë. E mirë është me vazhdu, sepse folklori është baza e krejtë muzikës, ma merë menja mu. Edhe është Zoti që mos t'i largohen folklorit, se pa folklor, tradita jonë është në folklor. Gjithë historia, gjithë kultura... Gjithë historia e kombit tonë shqiptar është në folklor, kështu që unë uroj që të rritë ta kultivojnë me pasion, edhe s'po janë shkalloj këto muzika tjera, po folklorin mos me janë shkallu kurse si. Klump goja Baca Isuf, po për me dasht me bartë për i brezit në brez këto, do më thonë të rritë, na ka darë Zoti në këto 6-7 emisionet e para, vi që kemi pa që edhe shumë të ri po mirë, ne kemi pas edhe këtu bile pjesëmarrës të kullës tonë. Këtë është se s'qysh barthet për gjeneratës gjenerat. Shumë e vërtet. Për shembull, se cili për jush ka pas babën, ose ashtu se dojt diku ka pas një bazë veten. Sa ki arrit ato që ka ke marrë për i të parve tu me i përcjellë të pasashtë? Po, Valent, historia jeme është bukur e gjatë, po më bi pak shkurt. Ti thash, edhe është shumë e vërtet që kjo shkon brez pas brezi. Unë e kam trashëgimi, s'pare pej Agjës, ndjeri tash është Zhymer Berishës, mandaj prindi. Unë e treta faqe pej tyne edhe i vllaknën, edhe ai është shumë bukur, familjar. Në Zvicër, kështu që si traditë e kem pas, e kem kultivu me fanatizëm, që thojnë folklorin, edhe unë i kom nejt besnik, gjatë nashta dikuj do këtë pak seri, po me ju thonë që janë 50 vite që jam folklor, nuk në zanë vjes, po i kam bukur do vite,
si i rija kom nisë, me 14 vjeç kom shku në Darsë, Mirë që kalzove me sa, se kur tha 50 vite, thash ti si ku ke le, paske se qashtu për doke, si 50 vjetë. Ani faleminderes. Faleminderes, po vitet po shkojnë si era. Çka të thëmë? Kom pas loj grupe. Kom kënu me këngëtarë të mëdhaj. Me Bajrushin, me Rifatin, me Augustinin. Në kara me kënu me këtë këngëtarë të mëdhaj, me Osman Sefen, Ibrahimin, ta të ndjerë tash me ju kënu lavdi se kanë dhënë një kontribut jashtëzakonisht çmueshëm. Krejt ta këngëtarë që ka i përmena, e shumë grupe tjera, me Rifatin kënu, me bashkimin e ndjerë tani, na kalon tash frikë edhe ai. I kom pasur edhe kolegë tjerë, edhe ai kanë rru jetë, Tahir Gashi, me Elmi Gashin, Elmija është gjallë, a i ka vdek. Mandej e kom pas edhe Mehmet Halitin, me vlla, me Recep Halitin. Mehmeti edhe i ka vdek, vllahun e ka në Zhvicër, me vlla temen, me Istrefin, me Bashkim Avdyrin, me Hajdar Kuqin, me Shaban Kastratin, e kem pas një luft një kohë. Mandej, mas lufte jem bo me Zeqen, me Bujarin, që një 2-13 vite jem bashk. Tani, kohës funit, Bujari ka shku në Gjermani që atje, ka herë për na vjen, që shtu e për na freskan ka pak. Unë me Zeqen e joni na jem kësajde, kur vjen kë, po vjen me neve, ka herë mujmë dhe na me shku atje. Na bo farvene me shku. Kështu që Ky për ju boj ke vendin veç. histori bukur e gjatë. Pitën duesh me ja marrë me veti. Se tha s'pë ka pita atje. Me mikrofon, merr atje. Qa ashtu? Shka ka? Mas pari përshëndes, mirë se kemi ardhë, mirë se ju zgjetem, ju përgëzojmë për emisionin, sa i përket pites, pite ka gjithkon, po aty ushqimi i nanës, i avlen mi gjitha. Valla që të pitën e ka bo tezja. Po ta shkush jo ka bon, që është dhe si tjetë, po thomë, atë na e mësume me ushqim nanës, tradita tona, edhe ka një farë shije tjetër. Veç tezës i vjen i rama unë, mire ka. E po, mire ka. Vesh me ditë kush ka thonë. Po. Pse po rrej jashtë? Hika pak edhe mrena, po edhe jashtë po dalim, po na ftojnë, po na thrasin. Tash na jem artista, na kërkojnë njerëzit, ku do që na kërkojnë na jem atje. I falenderojmë të gjithë mërgjimtarët. Unë mërgjimtar nuk jam, se unë jam frek, po me smokon ata janë oksigjeni jonë. Në çdo aspekt, në çdo pikë pamje janë oksigjeni i krejt Kosovës. Veç më mund mos me i lo me votu, po thuajnë tash. Marrësh se edhe le të votojnë, tana i kanë halal. Ta s'po kanë qef drenica. Ja, dyna me i lo me votu, da se. Ja, duhet milion valloj, se na kanë ngi po. Me men. Se cili voton aty ku shpreson, ku menon që e ka mirë, ajo i jep ton, po din, ton po mujnë mirë po. S'pe kem qef për burë me inë politikë, e shpindrojmë. Ja, s'po im në ato. Bujari për ndryshe tash ma kujtoj që unë për që kemi njësë prallë me të panë, kem pas shumë njerëz të cilë kanë kalu në për dur tona si aktorë shtu, po nuk e pas ka pas fatin atër me qenë pjesë e prallë me të panë. Ma keni bo pak me hile, njëherë më dhatë shpresat mira, dikur në atër që une... Mu s'po më kujtojë ti, shka ki boj gore? Ne mi ti jem pas prezentu, me këneme, qështu. E të pa të mbo hila, Mu ma merë kemenja, se ju nështë asë mund kje bovish, atëherë ma merë kemenja. të me pas marrë në atër në prallë me të panë, një manë është ta ishe bu pak maj pamshëm, po... A peti shakon që kësi jam? I eshe dek për buk. Mirë e ki. S'ka buk pjasë e pune. Mirë e ki. Mirë që shtu të kënu Jo të falenderoj në atë kusë, më profesorë kësi që kom doza në. Falenderit shumë. Ani mas të kujtojnë, ne sanë me na imitu. Masi, po valloj pak dëshka. Po nuk jam i pregaditën tash për emitim. Që, si pas kem bo ile, po s'pas ka ditë. Ha? Unë për shumë buke rrushit, të kisha pas pak buke, kisha nga raga sëll. E buken aty rrushin e këtin pite Apetiti mirë, valon. Zëqer, edhe ti nja 2 fjallë, masi qenë këtë edhe bashkë kështu që 12-13 vite,
sigurisht edhe përpara me të tjerë. Jo me zëqen jem që 25 vite. Pe luftës fill, e me këta, me bujarin që 13 vite jem bashkë. Me ata koke me marka me këta me evra. Unë përshëndes, Valon, më sporti për emisionin. E inshallah për marrë e mirë. Amin, inshallah. Unë normal shka foli Jusufin që ato fjallë janë, i bashkan gjithë në pak. E vërtet është, se jeta i ka ato sfidat e veta. Sot shoqënia dikush qëllon, dikush nuk qëllon, dikush është gjallë, po dikush është në botën tjetër. Na me shpirti pas, kem kalu mirë, ja kem njës pak si heret, i me mjetë me qëtë zanat kjo tradite jona, jo dhe sa të mujmë, sa të na jep Zoti edhe na i ditë, Shneta e punon. shnetën, nuk dojmë jo shkap, dhe minet besnik. Bravo, i Me lomë. ato shka dim edhe shka mund. Erjan? Faleminderit për ftesën. Ju përshëndes krejtëve. Jene pas të kanë lorë me folë. Jo, s'mlan. E visht kanë ema me të kënej. Të që në hesë që tu. Ju Ma knaq. shumë ti të lypë shëntyja ata me folë me kënu. Ju më knaq, gjithsesi. Je knaq. Jenë shkollë të muzikës apo... Po. Në fakultet jam në prag diplomimit. Bravo, të lumë. Tash Rajonin e kem maestra. e kom afru Do me vazhdu me me master. jetë akademike, Po. me dhonë mësime kështu po. Po, Bravo. si pedagog. Po. Na duhen njerëz cilë t'i bartin këto, se mu për mduket që edhe pak ma pak në për shkollat muzikës pëqojnë fëmijët, se për para. S'tashin rrasin kompjutera, pi bojnë ato bitat vetë. Krejt, për bojnë vetë, sa Ko shpeqen. to nuk unë mod tonë me shku në shkollë të muzikës. Në pas një mësës si kur kjo shkuin ma shumë, tash po nështë të bëhet ma shpejt këtë profesora. Arsimtora që ata që të bëhet, i tërhjek ma shumë. Në rinë, kur diplomon, ky e gjonë notën qasi, se sa për cella herën e para shumë, me 2 mena milion qelë, harmonike na mshel, herë mshel, Herë qelë, herë mshel, po e heshen gjithë. Vendos, tu ja qelë, ja mshel. Aja qelim shkëllë, se po një pa mikrofon. Aja qelim shkëllë për lypë njerëzit, po jeni kusini Po, hajde këtu. Apo qelë me po mshele mi atash. Po me më të zotë. Dhe caj sof. Qka të doni me na knu dhe I shka? so Berisha dhe Fjole ka mune Ymer Cefa, unë porositim ju përshëndet ty pasaqarisht edhe grupin e Reqokit. Ka erdhe Ymer Cef Bleqani. E kam kojshia ato, ka do... Edhe na e përshëndesim ato, ku është e kus është, respekt e nderë, edhe na kem respekt për ta. Se i përmenë edhe ma herët që the kum pas kontakte, muhabet e... Valan ato Na me kanë kry mirë njerë edhe tash, me ja. këta, atër mi anis me knu, Ja njëherë për të mandej- mënë jo mas nej, kom qef me që ata i herë shka fuli Okej, edhe me knu. Mas nej, ka një ban. 3 kong e tri bërë kol, Po. Zemra u këdëvët, pa ta i suf. Hade më në bashkë, inshallah.
person ke shqiptari, nuk ka fe as ka parti, që person ke shqiptari. Nuk ka fe as ka parti, që person ke shqiptari. Nuk ka fe as ka parti, që person ke shqiptari, nuk ka fe as ka parti, që person ke shqiptari. Vazhton dhe. Bon fshi, hajde, na keni knaqë. Zoti u knaqët mëre? Ani lut. Mirë për marak, kur kokë si shahira, kur kish ka mëngu, kur knasi, me ne e të mëngu. Shqydojnë që të e kongë dhe? Të janë kongë patriotike, ritmike të kohës sotit. Kohës sotit. E ato e posi, ato shka janë? E tash me folë për e posin se para një jove e kënu më pak më gani një pjesë tu, edhe një pjesë shkurte, qëtëm dhe për rrjetet sociale dhe për ato, patëm komente shumë, për krahen shumë, pse më harru, pse mos më përsëri, po patëm edhe kritika shumë, pse këta analfabetat i këdojnë, e këshu njoni si ma tipik shtu, i këdojnë ta bëshjakve, e nuk i këdojnë ta Gjergj Kastriotit. Nuk mujna na mi krahasu me bashkjaka me asë se është një periudhë shumë e lashtë, nuk ka pas bashkjaka nërë. Ka pas Ilir, ose ka pas Pelazg. Pse e nërë dhe emtat musliman ma bëjnë, pse e nërë atu. Pa i kujtën që jemen është prej shtosave që janë mujo, haso, husa. Thjesht janë senet bëjshme, po kanë vlerë. Cila vlera? Mujo është këshnik i joni. Po. Edhe, po kanë vlerë të madhe. Sa pa din cena, e thëtë shtu. So, nuk ki nevoj me kënu kongë dashnis, nuk ki nevoj me kënu kongë patriotike, nuk ki nevoj me kënu kongë humoristike, arqiki, këtë pse, e kënë një krahin të sef lecionet, edhe ato i ki tana. Ki dashni, e ki tradhti, e ki patriotizm, e ki tana. Na s'mina më këtu tash mbra pa në atë mënyrën këtë klasike, po dëvarë gjenë shumë të mira. Një ndër ato, që ato që e kënu më gënin shamu dhe atë natë, të gjena rrëthu, ma ka rrëthu, krali pa besisht, ka mja bojt, s'ka laja bojna, Halili i thëtë mujë, pse, të ne prej grunë tonë dhe ti prej e temë kishim ma letë. Dhe që, edhe mëdre, për këtë të rjetë dherë të fikam, për më në ljoke se me i bon. Shtrojët pyetja, aja autori që e ka thurë këtë tekst, ku i ka gjithë të fjallë. Ka qitën veti. Thëtë po në ljoke, së të mirë unë që ka me i bon, edhe ashtë këto mirë unë që ka me i bon. Se s'mujnë bëshpat në unës bira, se për gazepi në unë rritë në ko. Ja këthen Halili ato për ato, ma mirë thëtë vetë me ahje kujtë, me prej në unën. Se në plesni të shkijet për jesirë më banzon, në plesni rezil ma bojnë. Ma poshtë në ujnë. Ka pas varqet mira, ka pas, tash mi krasu kongët e sotit me të atëherit, është një dalim shumë i madhë, se kongët e vjetra kanë pas mesazh, unë po flasë para basë gjithësov, kjo i di ma mirë, se unë është apit e prej, po, pa ka shumë, se cila kongë e vjetë, që shë folim atit për urën e shenjt, i ka pas 3 mesazhe. Hysenaga,
i kënuhet femnës shqiptare. Në fund pra, jo veç femnës, për nafake çfarë vlerë ka. 3 motra i rrinë, së ne pështojnë, së ne shërujnë, i vjen nusja, i banë hizmetja. Jam yta gjallë dhe që delë pej muri, kullat gurit e helmane. E pështenë, mas 3 dite badë me hinë gjerde. Oshtë Ramoni, kush e sjollë dërëntinën, pej qytë e fjallë, të maqë me u dalë. Atëherë të ishin konga Dylber Fatibe, kush e qyqës. Qatë mesazhe ka. Besa e shqiptarit, kur të dhash besën pej vorit, do të më qumë i mbrojt. Gjithë e kina pas, tash sa për mujmë i majtë s'pëdive. Ngoni se për ju ka, su një diktu sa më. Ky i din, fatbardhe i din këtë se kjo rritë në kullë. E në përgjësi, kena vargjet mira. Tani ato është në krahin të mujës edhe një, ja thëj këse mleqani shumë krahin, shumë kjartë. E lidha të marrë mahabetit dhe metalin mujë, aty me thëtë ma ka dhonë besët, në e për të dhefsha besët dhe të me shko që ekipo ku ka besa, i s'ka besis. I përjetum dhe i përvum të ana. Përvoja jetës u qitën në vargje, s'kan ditë më shkru, kanë qitën në vargje, po që e u bartë, Vargjet që kanë e pas histori vlerë. që sot e din dhe më thonë këtë njoj se mu paskon aty e dhe dhe luta. Pse din? Për kongës. Pej kongës. Pse vlera kongës? Po, la vlera. Na në Edhe kos- që të bingu, kongë të reja, që këta Dukazini kanë marru kongë për këtë luft ma shumë se na. Mi morë me emën konkret Rifat Berisha ka thurë shumë tekste, shumë kongë, cilat janë me vull edhe unë personalisht gjyshin e dashme se kry me kongë tina. Është histori, është vlerë kombëtare, nashta me kondi shtet tjetër që është pak ma stabilë. Jo na i me njohje, po ishtë duke mi mora një pension të meritum, diçka, ose s'podive një pagë. Du të më shpallë VIP, se na e kemi prish këtë punën e nuk i VIP-ve, kemi VIP e njerës të rëndësishëm të poplit. Të poplit se Shata kalon që shumë. i kish shpallë më konë shteti Kalon. VIP, më ongë me pi shërimet, të në shka duhet, mu kujdes për tanë. Kalon shumë ky njeri, se ne jesë na jem ditë të dekës, na lënë edhe ajo që na kanë lënë shumë tjerë përpara, Sali Bajrami ata, Bajrosh Duda. Po meriton mu përmend çdo aheng. Unë sinqerisht po them për veti, kur këtu në herë kënaqesha ka pak, e kum këtu me ondje një kongë të betë Sinanit, është e gatë. Ato e ka kënu Rez Kopilici, këtu në Regjilozi. Edhe kush kësha në sekretaraj sare, kum zapte se më mniti kush është nashta marrë, kështu po, mu isha mi adhon një bakëshisht vogël. Pse po mi jepë? Po t'i dhonë se kur pikdoj koktua, po më respektuj njerëzit, po ta kam si obligim, si bërës. Pehlivani, dhe ke veç ti dit me punë drejtë. Po kish veç në zej, nuk kom këtë interes, po duhet besh për blyt pakten, se me ta dhonë diçka të gasëm, që shi marrëm na për Rifat Berishës e për Isufit e për këtyën që kanë këtu para në eshtonë. E mos me ko bilit pakten, mirë njështë mi përmend, dikon se na mi shpërbysh, po mujna. Se E cila lamë, kongë e vjetër, që është kënu për para ka jep mesazh, ka pas Shumë mesazh. mesazhet kjarta, A? mesazhet kjarta, që ashtu është. Po historia jonë është majtë në bazë të kongës. Vërtet. Ma këta e dim, na që ka jem pak ma të vjetër e dim, edhe tash e kanë mësu edhe të rritë, edhe në histori, edhe ty ju të regu plest e vetë. Po, me thonë drejten, nuk është ajo kënaqësia që shokon për para lutë, e valen. Jo për besë. Unë e di për para, unë vetë, kom pnu dhe vetë, po ka rastiz me shku në është 7 katune ma lërë, me një gu Shemull Bajrosh Dodën, ose Osman Sefen, ose Rifat Berishën, ose dikon tjetër, Gustinin. Edhe me bo vesh të Pamërsisht. sot me akop kongët. Më mësu. E sot, si jem kërka. Sot shkrune i keni sot edhe spiksmani. Të gatshme hazë e Gashme. Që historia është edhe shkrune, edhe historia e luftës tonë të është konë kënaqësia ma e madhe, respekti o konë ma e madhe. Shumë ma i madhë, qashtu. Gjitha janë konë, po modernizimi i kohës, demokracia e ka bo këtohen. është jeta ma shpejt, su në nalim këto. Ja. Po mirë është mi u qitë për aftyre, se Mirë para është unë edhe tash, njerëzve. mirë është edhe tash, janë këthyë rinia, janë këthyë në mas të madhe, janë këthyë, janë duhe kultivu folklorin, që ka po më bënë mu knaqë, unë po njena shumë mirë. Edhe është Zoti, të rrimë aty. Amen, inshallah. Për luftës fundit na i dim shumë beteja, shumë masakra që i kanë bo, të cilat na është edhe duhet me i përmend në për kongën edhe. E grupin sot që kemi është prej fshatit për cilit na këtë Kosova,
Ata e kanë pa shqerin me atë masakër, por ne kemi pa hajën se për asaj edhe është marrë vendim që mund ndërhyjë në Kosovë. Thjesht fshatarët e Raqaqut janë ra kurban për lirinë e neve tjerëve që jetojnë. Lavdiu qoftë atëndve, dull. E keni një farë, qysh më thonë një farë barë, tash një farë vullë që qoftë se përmend, grupi Erçaku ose emrin Erçak, keni një farë barë të historisë që e bani me veti. Sigurisht se po, Valen, po para prakisht më leja të falenderoj ty dhe lutën për ftesën që ne kemi bërë, Mirë se keni ardhur. të jem të privilegjuar që jem në këtë emision të juaj. Nikosisht kolegë nga PEA i përgëzojmë që kanë gjetë kohë të jenë edhe këta prezent. Lëngoja, po. Dhe një falenderem veçantë për juve që i kultivoni, i runi edhe për i jepni rëndësi kultivimit këtyne vlerave, se unë shtaj tashti për aty në shka falën nga Baca Isofa. Baca Isof, shka falën nga jo, unë e thuja se nuk kam shtaj sepse i dhatë kuptim dhe i dhatë rëndësi asaj që vërtet ja vlen me uru këtu. Ti kisha kallëzën bollë, se ti ki qenë edhe vetë pjesëtari i luftës ushtari. Megjithatë, po, kam pas nderin dhe fatin që t'jem pjesëtari i ushtërisë lavdishme qëllimtare. Edhe kam nderin që vijm nga fshati Raqaq, që vërtet është bën një sakrificë e madhe. Është bën një sakrificë që përmes asaj që ndodhi në Raqaq me 15 janar të vitit 1999 u sensibilizua gjithë bota demokratike dhe aja e bani të mundshme. Për fat keq, në aspektin nga numri, ka ndodhur masakra më të mëdha. Si në Drenis, mos flasmi, po nikosisht edhe në Dugagjen, në shumë vende tjera, por nga aspekti numrit, po fatkeqësisht nuk ka pas faktor ndërkombëtar. Ajo kon ma dokumentumja. Ata e bani të vetën që qëlloj ambasadori nderu, miku i madh i shqiptarisë, William Voker, aty edhe ai e dha kuptim tana, domon rrjedh e dini çka shku edhe me atë ngjarje që ndodhi atëherë u caktu mbledhja e Rambojese, mandej Serbia nuk e nënshkruajti atë farë marrëveshjen e kështu që pasun edhe bombardimet e NATO-s. E kështu me radhë deri në liri. Megjithatë, kur nolme e kthehemi në atë kohë, padyshim, tash për kundër këtyne djemve që janë sot prezant me mua, Ferizi ka mujt dikan me njoft pe banorëve, ndërsa unë i kom njoft që të gjithë. Po. Domthon prej vjetrit, e te më i vogli, sepse leresh me që po vakin një ditë apo dy përpara kam nejt thoya se me secilin. Në tontë. Edhe kanë qenë njerëz thjesht, njerëz familjar, njerëz të ndërgjegjshëm, njerëz pa pikë faji, njerëz që kanë rujtë dhe kanë dashur pragën e shtëpisë vet. Që ajo është më rëndësishme. Njerëz që kanë dashur me punu e me ndërtu vendin e vet, kështu më domthon pa pikë faji. Mirë po. Kemi pas të bëjmë me një armik i cili s'ka kursy asgjë. Ashtu ndodh edhe në Raqaq. Kështu më gjatë faleminderit që më prezantuva si banor i Raqaqut. Edhe faleminderit që jem sonte në mesin e juaj. Lavdi ty e aty në gjithëve. Lavdi. Sot para herë, po. Qëta që tha mirë, ti jetë vetë dëshmitar i kohës, po përmes kongëve, përmes historisë, duhet me ditë të rritë, se këta i njënve si pralla. Sa ma omël që ja bje prallën, e merë nga të vetit edhe e kultivon ai. Ma të tje. Një punë të madhe kanë pas bërë i linda si tonë kombëtar, ata në është edhe ne figurë që sukon shumë e madhe, qaq bukur kanë stilizu, që na sot e kësaj dite gjithë historinë kombëtare mia vjeçare kem të dokumentume edhe që na kanë shtinë qefë i lindasit tonë kombëtar. Është një periudhë shumë e ndryshme e jona kur përmes librave, përmes studimeve, përmes komplet qasoj i lindje që kanë bo, na sot kishim mujt me qenë, zot mëse bo si slavë që janë, do thoj njemi kroat, do jemi kështu, jeshim njohë si popujt të ndryshëm të konë gjithë shqiptarë. Konga tha shumë bukur, se em toske, se em gjeg, ne em një. Qka po kënojmë? Po, kënojmë shka duhem, falë Zotit. Në liri. Sot, në liri, me gjatë, edhe kem kongë, duke përshinjë për aty në të vjetra,
kem kong edhe të reja, po tash për fat kem edhe kong të dëshmorëve tanë të luftës fundit të lavdishme, kështu që mujna me knum, aja shka është ma e mira, po me gjithat, unë kësha propozu me që u përmen me Reçaku, ne e knum një kong për Reçak, është një kong që e kemi përgatit vetë, sepse Reçaku përveç martirëve, që i ka, që njët në ndërkombëtarisht, Reçaku është një fshat, po flasë për teritorin tonë, që me numër të dëshmorëve, të ushtrisë shqiptare është më i madh, ka më shumë të dëshmorë. I kemi gjithsej 13 dëshmorë. Si fshat, mandej kemi dëshmorë edhe në Maqedoniçën, bro. Edhe në Kamberin është një dëshmorë që vron në Maqedoni, e kështu me radhë, përveç martirëve, edhe invalidë e veteranë që kemi edhe dëshmorë më shumë. Kështu që kemi një kongë na që kemi përgatitur vetë, megjithatë na çato për ne. Zemra u knoft juve. E lavdia tyne. Shërkin e Hamzes nuk hilshën nga dora, Fulkadem Jasharit, o gjohet Kosova, na ke thënë Shqipe, lugohet për paqe, Zahir Pajaziti, linde me push me faqe. Me lotis veçat, Gjaku Zahilot, një zotën e qiel, një Shqipërin bitën.
Rusja në Kosovë, sot tanis me ardh, një lotet putelin për bahri Fazlion, ilir ka në shelëzin, qeven dhe femion. Lotis Beheqan, Shakus bahi lot, një zoton e qiel, një Shqipërin bitat. Da Kosove, nga miren prej tjeshes, kam nga muj krasniqit, Shqiptelia beshes, Luan Haradina, Jetretila Skoderen, darse me shkelzendin, sot do të shkrojnë soferen. Lotis Beheqan, Shakus bahi lot, një zoton e qiel, një Shqipërin bitat. Sa kujdina lijo, mirë po e drisharin, qili e shkrimborin, peris me t'jasharin, murat lika vjene me shani lumen krosh, Hakim Ramadanin, ljopsin e barkosh. Lotis Beheqan, Shakus bahi lot, një zoton e qiel, një Shqipërin bitat, një Shqipërin bitat. Hajde bak. Hajde bak Ajso. Ajso Rumaja. Pite Europa e marnitur, Ushja zuri topi griken, Mico kolin një marzor, e thotat rimave bini për Kosovë. Ej, bini se jem një palate kastriatin, ne pusha paganoj, e ne krishne dobi, lufte kurse njali, i gjithë banda qëndrajmo, pusha shqipetaroj, rodhin o të shan, Mico koli baj me dër, e thotat rimave bini për Kosovë.
Vazhdoj me pjesën e dytë të emisionit, mos harroni në aplikacionin Fato, ta merrni nga iOS dhe Android, një aplikacion i shqiptar, gjithë shqiptarët me një vend, aty ku mundi me postu video, me bo shok, me lidh me njëri tjetrin, po edhe me lujt lojna njëjtë si në TikTok. Fato. Faleminderit Fatmir Pangjës për krahjen e televizionit First Channel. A shkojmë Bacaj Sof? Po, shkum. Hajde zemra u këdosh.
jena me nane.
He baca, do më na kënu ti sonte. Ai, Që e ki menën me kënu një sëmso kongën. kam me të mësu zonte, për të isha me këta nësë krejt. Ani pak kujto, pak.
mësu edhe mu. Kur se pas janë njëshet po. Dars me male unisin Kosov, dijo majene Petrov, oshvajdini ligjeran, me fjarë tam lazemren tash kone. Ne këtë gjënje që jetojmë, për gjëmi nuk kem nevoj, as për kishe, as për gjëmi, e troke morë me për lirije. Kushte dënë me nërë me shku, u që kësë me ju bashku, mos kurse një malas jet, e se liria nuk vjen lete. Me kaderi u shkun pike tramëses, e s'pojnë banaz via e frontit, ishin turte dhe shumë serias, e bashkëpunuan me çdo shoqe. Bashkë me shote kaçanikut, jo sufre me nata armikut. Shkon Shqipëri për municion, gjithmonë bashkur të pandam, për lirije, për të drejta, jo si nda vjeta, as vdekja. Ataron dëshmor pashtërik, ishin for zemër qelik, sot e kaderi u e fardili, janë dy luledran do fili. Me shok prinë valet liris, larbi dorën zemër drenises, bashkë me shokën shti me pushojme.
Ai gjoki ku që i bar, da bete jasjel haberin, e mes për mes bjelve po i bie, fili vetëm palontarin. Si darin lash legjendas, ai po jen me verab drejt pragu, e vasuj varat, e valbones, nuk jalajn reketin gjakon. Jakub Ferri mor ku je, Rasin e malet me piskam, të ridhet krena oj kepere, me 7 plak, por i me Jakub Ferri mor ku je, Rasin e malet me piskam, të ridhet krena oj kepere, me 7 plak, por i me Daldaria shtet të borit, unë nga goja hingëllima, e me titrimin lagët me i danit, gjaki liri e pjëllen dinat. Rembe shtet si keresht minal, rjellon lumi vale gjak, e si ti kamar mbi vatanin, Jakub Ferri me bajrak. Jakub Ferri mor ku je, Rasin malet me piskam, të ridhet krena oj kepere, me 7 plak, por i në kam. Jakub Ferri mor ku je, Rasin malet me piskam, të ridhet krena oj kepere, me 7 plak, por i në kam.
Si hajre këni si gjithë muën. Je, valla. Po, Lulzim, këtë djallë jetë akmën ajo? E ta provon një me lutën bashkë. Një me lutën, edhe qëtu? Mas grot. Ama qatë mikrofon, falë, vëtsaj sof. Ona. Që kemë në? Dhe në këziraj. Denis, pse baba s'pët lasë me kënu asë me. Ha? Veç son të halit boba, mos s'ka më bost. Po mdoket që... Ja, rënafsh. Po mdoket edhe donin për ta pitin nga baba. Sa vjet i ki? 11. Ka shme jetë, me senal? Me mësu edhe me kënu. Goja të lënë. Halë. Bravo. Miq, tash do të shkojmë me grupin e Basesi Sop. Te kallëm krejt. Krejt. Shqibreu, e u shqiptar
shove frimenor o trim vatani More hajnë nonat mjera E për nuse që me të nëveja Për djemë tri që ishin fejuar Ju janë vashat me që ka shkuar Kush ka ju të sa jehon bani O të lumëtora sa një shamani E të lumëtora sa një shamani Bashton dhe. Faleminderit Baçeçi. Je, u bëri ishtë akin të këtosh. Po, vëlla. Zoti ju knasht mëre? Ja, Bata zemra u Allahi ma mirë. I që u knaqëm sonte. e mo.
Adem Jasharit e ka pusha balin Ty pata këndoj kongen E paveç malin Kasave Adem Jasharit e ka pusha balin E ka pusha balin o Fortunës të shëmbën jos Hatem shka me të bar Lujtet malin e menhet O pas mos me ndaj Kosova krenare Me gjoksin prej shkambi Dole fitim tore o hej Po e gëndel gjithë kombi O ty patak njaj kongen Ne paveç malin Kosove Adem Jasharit e ka pusha balin Ty pata këndoj kongen E paveç malin Kosove Adem Jasharit e ka pusha balin E ka pusha balin o hej Konga e cilë jeta Or mendime pa kutreta Me rivaje zemra me plasi Sa menemo besir gashi E konga e cilë qatë jetës Irdas mor qej pat rrëdh vetës Dhe filloteroj si zok pranë verës Nuk do ndalet asnjëherë
zjarin. Por se kënga si mjaftoje. Qak si ti vro, që më grofoje. Mos doloj zemra e kontërit, Se latë qetë gjaku i shqiptarit. dhe si hiri shkop dhe në thoje. Shto birbili o bashkëpunje. Kënga ece dhe mos jetes, Për dasmor që pat rrëdh vetes. zoni ëmbër, zoni beqes. Do t'jehajo për jetjes. Zoni amber, konga beqes. Do t'jehajo për jetjes. Bashkë ju ishëm. O, bashkë, e shurdu, më bura. Ja, ma Na këni Qysh knas. më thu? Miq, sonte me ne ken Reçaku, Ferizi, Kushtrimi, Lulzimi, Dulla, si dhe nga Peja, Bacaj Suf, me Bujorin, Zeqirin edhe Erionin, lut, presim, alo. Për çdo ditë, për ditë ka i risi. Gjithë ju që më ndoni që mundi me kontribu në këtë kult malogëve këtu, na juftojmë që të na kontaktoni me gjithë shef, na ju mirë presim gjithëve, me shahira, me rapsoda, me çka do që të ketë. Edhe qofse ka plesh tur todave dhe aten, mirë sa Me ato sa këtu, dhe gjithër. se na kallëzojnë na historinë e sam. Faleminderit shumë për sonte. Faleminderit burra shumë. Na keni nderu, shumë faleminderit. Natën e mirë.